Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sura El-Haqqa. Ajetet nga 13 deri te ajeti 17. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Dhe kur t'i fryhet një herë surit, kur toka dhe malet të ngrihen lart, e të thërmohen me një goditje shkatrimtare, atëherë do të ndodhë ngjarja e pashmangshme, kiameti, dhe do të qahet qielli, që atë ditë do të jetë i thyeshëm. Engjëjt do të rinë skajeve të tij, kurse 8 prej tyre do të mbajnë fronin e Zotit tënd. Komentimi. Dita kur do të ndodhë ngjarja e madhe. Në vazhdim të ajeteve të kësaj sureje që flisnin për çështjen e ringjalljes dhe të ditës së Kiametit, ajetet që do të komentojmë flasin për ngjarjen e ringjalljes. Ato e njohin njeriu me këtë të vërtetë të madhe që do ta kenë të pranishme. Në ajetin 13 thuhet: dhe kur t'i fryhet një herë surit. Sikur se kemi trajtuar edhe më herët nga Kurani i Shenjtë, kuptojmë se fundi i kësaj bote dhe fillimi i botës tjetër nis papritur me një zë të madh gumëzhues, që ndryshe thuhet fryrja e surit. Kjo vjen për shkak se në të kaluarën dhe në ditët e sotme, për të mbledhur dhe për të përgatitur ushtrinë apo për t'i dërguar ushtarët që të pushojnë, përdornin borin që binte me 2 lloje melodish. Njëra ishte për t'i dërguar ushtarët të qetësoheshin dhe tjetra binte për t'i thirrur ata të rreshtoheshin. Duket sikur krijuesi na thotë se çështja e mbarimit të kësaj bote dhe fillimi i botës tjetër përballë fuqisë së krijuesit është shumë e thjeshtë sa t'i biesh boris. Me një urdhër, në një çast, të gjithë qiellorët dhe toksorët do të vdesin. Gjithashtu me një urdhër tjetër, të gjithë do të veshin rrobën e jetës dhe bëhen gati të japin llogari. Përsa i përket cilësive të surit, bririt dhe se si do t'i fryhet, si dhe sa herë do t'i fryhet, është folur shumë në surën e Zumer dhe nuk është e nevojshme t'i përsërisim. E vetmja gjë që do ta citojmë këtu është se surit, ashtu sikurse u tha më sipër, do t'i fryhet 2 herë, një për vdekjen dhe e dyta për ringjalljen. Komentuesit kanë mendime të ndryshme për këto 2 fryrje, se kush është e para, ajo e vdekjes apo e jetës, sepse ajetet që do të vinë më vonë disa përputhen me fryrjen e vdekjes dhe disa të jetës, pra fryrja e ringjalljes. Po ti përmbledhësh ajetet, më shumë përputhen me fryrjen e parë, atë të fundit të kësaj bote. Në ajetin 14 thuhet: kur toka dhe malet të ngrihen lart e thërmohen me një goditje shkatrimtare. Fjala dekë, sipas Ragibit në librin Mufredat, ka kuptimin tokë shtrirë dhe e butë. Për tokën që nuk është e butë apo nuk është e drejtë, duhet punuar dhe duhet pleheruar. Në të shumtën e rasteve përdoret kjo fjalë. Në shumë fjalor shohim që fjala dekë ka kuptimin godas dhe shkatroj. Nëse duam ta punojmë dhe ta sistemojmë si duhet tokën, në fillim e punojmë duke e goditur. Sidoqoftë, kjo fjalë në ajetin për të cilin po flasim ka kuptimin godas fort me njëra tjetrën, malet dhe tokën në mënyrë të tillë që të shkatrohen me një herë. Në ajetin 15 thuhet: atëherë do të ndodhë ngjarja e pashmangshme, kiameti. Ringjallja do të ndodhë, jo vetëm toka e malet do të shkatrohen e do të bëhen hi, por edhe qiejt, gjithashtu do të thyhen. Ata do të jenë të dobët dhe të paqëndrueshëm, dhe do të qahet qielli, që atë ditë do të jetë i thyeshëm. Sferat e mëdha qiellore nuk janë kursyer nga kjo ngjarje të mërshme. Ato do të thyhen, do të shkatrohen edhe pse kanë fortësi dhe qëndres të madhe, do të dobësohen e do të shkrihen si vaj. Këtë na e përshkruan Kurani në ajetin 37 të surës Ar-Rahman, veç kur të qahet qielli dhe të bëhet i kuq si trëndafili në ditën e Kiametit. Me fjalë të tjera, toka dhe qielli tanishëm do të shkatrohen. Mbi rënojat e tyre është ngritur një botë e re. Ajo botë do të jetë shumë herë më e mirë dhe më përsosur se kjo botë. Engjëjt do të rinë skajeve të tij. Fjala urxha është shumë si fjalës rrexha dhe ka kuptimin në skaje dhe anësh. Fjala melek, edhe pse është cituar në numrin 1, tregon numrin shumës. A thua në atë ditë të gjithë ëngjëjt do të qëndrojnë si oficer në skaje dhe do të jenë në pritje të urdhrit për të kryer punën e tyre, kurse 8 prej tyre do të mbajnë fronin e Zotit tënd. Këta do të mbajnë fronin, edhe pse në ajet nuk ka ardhur drejt për drejt që do të jenë engjëjt apo të tjerë që do të mbajnë fronin. Në pamje të jashtme ajeti tregon se do të jenë engjëjt që do të mbajnë fronin.
Gjithashtu nuk është përcaktuar se janë 8 ëngjëj apo 8 grupe engjësh të vegjël apo të mëdhenj. Sigurisht, në transmetimet e hadithit thuhet se në këtë periudhë bartësit e Fronit janë 4 vet ose 4 grupe. Në ditën e Kiametit, ata do të shtohen 2 herë më shumë. Ashtu sikurse thuhet edhe në një hadith të transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ata sot janë 4 vet, kurse në ditën e Kiametit do të shtohen me 4 të tjerë dhe do bëhen 8. Ka shumë pyetje përse i përket Fronit, se çfarë është ai dhe kush janë këta ëngjëj. Sigurisht që qëllimi i Fronit ka të bëjë me një fron mbretëror, por nuk është fron fizik. Më parë kemi shpjeguar kuptimin e fjalës Arsh, kemi thënë se ka kuptimin e një tërësie universale që është froni i Zotit dhe engjëjt janë ekzekutuesit e urdhrit të Zotit. Është për tu habitur se në hadith thuhet se bartësit e Fronit janë 8. Në fillim janë 4 dhe në fund janë 4. Ata 4 të parët janë Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai, paqja e Zotit qoftë mbi ta, ndërsa 4 të fundit janë Muhamedi, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, Aliu, Hasani dhe Hyseini, paqja e Zotit qoftë mbi ta. Ky interpretim ka mundësi të bëjë fjalë për pozitën e ndërmjetësimit, shefaatit të tyre për të parët dhe të fundit. Sigurisht ndërmjetësimi është për personat që e meritojnë atë dhe janë të denjë për ndërmjetësim. Sidoqoftë, zgjerimi i kuptimit të fjalës Arsh, Fron, e tregon këtë gjë. Duhet të kemi parasysh që nëse bartësit e Fronit janë 8 grupe, disa grupe mund të jenë prej engjëjve dhe disa grupe prej të dërguarve, por të gjithë me urdhër të Zotit. Tek tokfjalshi fawqahum mendohet se për emri hum, ata kthehet te njerëzit ose tek engjëjt. Janë dhënë mendime të ndryshme për këtë gjë, por me që fjalia përpara saj flet për engjëjt, ka mundësi që edhe fjala dhamir të kthehet tek engjëjt. Kështu në këtë mënyrë engjëjt do t'i vinë botës rrotull dhe si për tyre bëhet fjalë për pozitën e tyre, do të qëndrojnë bartësit e Fronit. Mendohet se bartësit e Fronit të Zotit janë personat më të përzgjedhur dhe më të mirë se engjëjt. Në këtë mënyrë përputhet ajo çka u tha më lart me hadithin e kaluar se bartësit e Fronit janë të dërguarit dhe evliat. Padyshim që ngjarjet që kanë të bëjnë me Kiametin, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me bartësit e Fronit të Zotit, në atë ditë nuk janë çështje që mund të qartësohen e të kuptohen për ne, banorët e kësaj bote të kufizuar. Ajo çka ne themi është thjesht një pjesë e vogël që e shikojmë nëpërmjet ajeteve kuranore, ndryshe të vërtetën e saj duhet të shikojmë. Është e rëndësishme të rikujtojmë se me fryrjen e surit të parë, të gjithë personat që janë në qiell dhe në tokë do të vdesin. Andaj çështja e bartësve të Fronit ka të bëjë me fryrjen e dytë të surit, kur të gjithë të ringjallen. Duke u bazuar në atë që kumtojnë ajetet më poshtë, bëhet e qartë se çështja lidhet me fryrjen e dytë.